Njerëzit nuk kanë nevojë për më shumë britma, shpifje dhe teori konspiracioni, por për më shumë solidaritet, mbështetje dhe bashkim forcash. Kjo është një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye që lidhet me vendin tonë, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike mediatike të Mexhelisë shqiptare, por ka prekur një hartë të tërë. Nga Italia në Greqi, nga Malizia në Kosovë dhe deri lart në Serbi e Kroaci, nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku i njëjti i ftohtë, i njëjti shi, e njëjta dëbor dhe të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë të rënduar në tërësi për njerëzit. Aktualisht në gjithë vendin janë ulur sasitë e rreshjeve të matura deri së fundmi, përjashtuar Durrësin ku janë regjistruar 41 mm shi. Një punonjës i bashkisë së Durrësit 54 vjeç është gjendur i mbytur pasi është raportuar i humbur një ditë më parë. Deri tani janë në rang vendi numëruar 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona dhe 51 familje, po ashtu prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ku një pjesë janë përmbytur, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Sasia e rreshjeve ka qenë e jashtëzakonshme, deri në 300 mm, ose të ndryshe më shumë se sa sasia mesatare e rreshjeve që bien gjatë gjithë muajit. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim, duke evaduar sasira të konsiderueshme të ujit dhe duke parandaluar kështu pasoja shumë herë më të rënda nga rreshtit e këtyre ditëve. Deri tani, shkarkimet nga hidrocentrali i Vaudejës kanë qenë të kontrolluara dhe niveli i lumit Buna nuk ka arritur nivelin kritik tek kapërdresi i Shirgjit, duke shmangur në këtë mënyrë shkarkimin e ujit lumit Buna në Shirgj dhe përmbytjen masive të zonës në Shkodrës, si në kohërat kur qeverisnin aleatët e shiut dhe ason përmbytje rregullisht edhe pa nevojën e rreshjeve të mëdha të kësaj natyre. Shkodra ka qenë praktikisht qarku më i prekur nga rreshjet, me vlera shumë të larta në disa stacione, ku janë regjistruar shifra konstante mbi 200 mm në 24 orë. Duhet informojmë me këtë rast se përpara fillimit sezonit me rreshje, drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit kanë siguruar gatishmërinë e kanaleve kryesore, kulluese, të kanaleve të ujrave të larta, hidrovorëve dhe patjetër edhe të flotës prej 29 eskavatorësh në drejtorinë qendrore.